Autobuset e transportit publik në kryeqytet kanë rikthyer shërbimin e tyre pas një ndërprerje që zgjati më shumë se një javë, duke lehtësuar lëvizjen e mirë qytetarëve që gjatë kësaj periudhe u detyruan të përdornin mjete alternative. Trafiku urban njoftoi se rifillimi u bë i mundur pas allokimit të 2.7 milionë eurove nga Ministria e Financave në detyrë dhe pagesave të borxheve nga Komuna e Prishtinës ndaj operatorëve privat të transportit. Ministri i Financave në detyrë Hekuran Murati deklaroi se ndjen keqardhje për deklaratat e komunës, të cilat sipas saj shpërndanin informacion të pasakt për moskalimin e fondeve. Murati shtoi se shumën prej 2.7 milion eurosh e kishte proceduar veçmas nga pjesa tjetër prej 25.9 milion eurosh e projekteve kapitale për të garantuar që pagesa e transportit publik të kryej me prioritet. Për muaj të tërë, përfaqësuesit e qeverisë dhe komunës të Prishtinës kanë shkëmbyer akuza të lidhura me menaxhimin e financave dhe ndërgjegjësinë për vonesa të pagesa. Ndërprerja e shërbimeve ka bërë që qytetarët e kryeqytetit të përballen me vështirësi të mëdha në transportin ditor, duke rritur nevojën për alternativa të tjera dhe duke nxjerrë në pa rëndësinë dhe koordinimin mes institucioneve për garantimin e shërbimeve publike.